Vera, përshëndetje sërish. Jam këtu e është vendosur në njësi 9 në kryeqytet pranë kopshtit 36. Fermeri i cili do të votoj këtë herë është Frederik Ndoci. Ne ndjekim dhe kur ai është duke ardhur dhe duke afruar pranë kësaj qendre votimi. Është një nga fermerët më të përfolur të këtij edicioni i cili do të ushtrojë votën e tij. Siç e shohim në këtë qendër votimi ka goxha radhë, por duke qenë se ne jemi të zhvendosur për disa minutash këtu, i kemi thënë dhe një radhë zotit Frederik për të futur për arsye të lehtësimit të procedurave për të kryer. Mirë, falenderojmë qytetarët që e lejuan të mos respektojë radhën në rastin konkret. Dhe më vika mirë që ka qytetarë që presin në radhë për të votuar. Madje kishte edhe nga ata qytetarë të cilët sapo morën vesh që zoti Frederik do të vinte këtu për të votuar, u vetë ofruan për të liruar radhën dhe për të kaluar ai i pari për të votuar. Siç e shohim edhe nga planet, edhe Frederiku është gjithashtu i shoqëruar njësoj si Big Basta nga kamera, e cila e ka ndjekur live gjatë gjithë kohës, është i shoqëruar dhe i pajisur gjithashtu me mikrofon që çdo gjë të jetë transparente për publikun. Frederiku prej vitesh gjithashtu voton në këtë njësi, pra në njësi 9 në kryeqytet, pranë kopshtit 36. Është vetëm një qendër votimi, ndaj dhe radha ishte më e zgjatur se normalisht. Do të presim pak pasi... Okej, jemi duke do ta ndjekim ndërkohë në splitter procesin e votimit të Frederik Ndocit, edhe në momentin që do të përfundoj procesin e votimit për të dëgjuar të deklaratën e tij. Lutem te mos harro ta pyesësh se ku konsideron të garë më të heshme atë brenda fermës apo këtë të 11 majit, se kanë pasur garë elektorale edhe në fermë. Ndërkohë, Andon, një numër i madh i vëzhguesve ndërkombëtar, edhe atyre shqiptar në zgjedhjet e 11 majit, ka pasur një deklaratë pak më parë nga ambasadori i Bashkimit Evropian, i cili është duke monitoruar zgjedhjet e 11 majit, garanci më shumë? Shiko, Sebeo Diri ka vëzhguar pothuajse të gjitha zgjedhjet në Shqipëri me 1 ose 2 mungesa në 96-ën, dhe zgjedhjet e para pasaj në 91-shit. Të gjitha zgjedhjet e tjera janë vëzhguar nga misionet e OSBE Dirit. Thënë këtë është shteti shqiptar që i kërkon OSBE Dirit të sjellë në Shqipëri një mision monitorues. Çfarë sjell vëzhgimi nga ndërkombëtarët? Është një trysni e shtuar, le të themi. Pavarësisht se metodologjia që ata përdorin me një numër të kufizuar vëzhguesish, 300-400 vëzhgues në rastin më të mirë, vëzhgues të cilët janë mobile, pra lëvizin në qendrat votimit, nuk janë të stacionuar në një qendër votimi, është pak e vështirë që të kapësh fenomene negative. Ka janë 300, 400? Nuk e di se sa ka kësa radhe, po në rastin më të mirë janë 300-400. Nga 5225 qendra votimit, lëvizin ata në për qendra votimi. Jo, 300-400 është një numër i lartë, nëse është kaq. Nuk kam informacion se sa janë vëzhguesit ose BOD-t kësa radhe në Shqipëri. Ndërkohë kemi dhe planet e votimit të Kreutës Pak, zoti Dumani. Por, qoftë vëzhguesit ndërkombëtar, që vëzhguesit vendor, janë, le të themi, shtojnë një presion ndaj zhvillimit të një procesi të rregullt votimi, sidomos ditën e votimit. Pastaj, le të themi edhe tjetrën që OSBE Diri nuk ka vetëm informacionin që merr ditën e votimit nëpërmjet vëzhguesve të saj, por ka dhe vëzhguesit e veta afatgjat që kanë kohë që janë stacionuar në Shqipëri dhe që do të vazhdojnë të qëndrojnë derisa të përmbyllet i gjithë procesi deri në rezultatin final. Ka një ekspertizë shumë të madhe në proceset zgjedhore. Informacionet e saj merr nga të gjitha anët e mundshme, qoftë edhe nga vëzhguesit vendor shqiptar, nuk certifikon procesin e votimeve në Shqipëri, nuk është ajo që certifikon procesin e votimeve në Shqipëri, por ajo vlerëson deri diku arritjen e standardeve demokratike në një proces zgjedhor, po jo certifikimin e tyre. Certifikimi e ka krye komisioneri, zoti Celibashi, me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Personalisht, po. Do me thënë, në përfundim të zgjedhjeve, raporti i tyre është jashtëzakonisht i saktë dhe i detajuar. Dhe është një lloj udhërrëfyesi se çfarë duhet përmirësohet, cilat kanë qenë problemet dhe çfarë duhet përmirësohet në procesin e ardhshëm elektoral. Ka rekomandime në lidhje me ligjin, si duhet të ndryshohet, çfarë nuk kanë vajtur etj. Por duke qenë se ata janë tërësisht të pavarur, kanë autoritet, janë mbi palët, nuk anojnë pra, nuk përgatisin raportet të njëanshme, në një farë mënyre
në aspektin etik dhe profesional e certifikojnë, si me thënë, rezultatin zgjedhor në kuptimin që ka pasur një proces të lirë dhe të ndershëm dhe zgjedhje me standarde të larta, apo ky proces ka qaluar, prandaj prezenca e tyre për te interesave partijake është jashtëzakonisht e rëndësishme. Po, do të lidhemi me Teën, ka përfunduar votimi Frederik Ndoci. Tea, përshëndetje edhe një herë. Pranvera jam sërish me Frederikun, i cili sapo ka përfunduar procesin e tij të votimit. Dua ta nis pak, Frederik, cilat zgjedhje nga qenë më të etshme? Ato të fermës ku zgjodhët ju si kryetari i saj, apo këto zgjedhje? Në kjo do të sjell në histori edhe për herë të parë kur kam votuar, kam qenë në fakultet, në shkollë mesme, me fjalë në fakultet vitin e parë. U vonova për zgjedhje, shku me hangë me diçka në mjes, ishte shumë herët, si studenta, kur erdha unë ishte 10, po priqin mujtë. Ishte votu gjithë ajo zonë, veç unë me i shoktimin, ku jeni ju marë dhe se na unë përqindin. Pra ishte një grotesk. Kurse kjo zgjedhjet në fermë, e ishin në formën sepse alle të kemi një qeverit vogël dhe është një lloj bashkësie që një unit bashkësie që jetojnë tanë në paqë një me tjetrin, parë edhe në paqë. Aty duhesh të bësh një zgjedhje për future mendimet ose të mira që mund të sillin ne si faktor në fermë. Edhe më duket kuptuar në platformën tonë të partisë së faktorëve që ishte pak më për zgjedhje. Edhe me votuan mua. Faleminderit, ato vote nuk ja heq nga dëshirat e tyre për të pasur ato premtimet që unë kam pasur. Sigurisht, duke para dhe rrethana mundësit për të ndihmuar tjerë. Kemi pak të zgjedhjet parlamentare, emocionet. Këtu ishte një ndjenjë njerëzve kur zgjova mjes, sinqerisht po mendoja a kam vrim mua rratis. Dhe sepse njeriu nuk ka si gjë tjetër në botë më shumë se sa të jetë një subjekt ku sot është dita shumë që numërohet shumë si numerator në këtë botë. Pra e vetmja gjë që ka njeriu në të botë është dita e zgjedhjeve. Tea, Në shtëpi për zgjedhje është gabim. ma pyet pak Frederikun se njihet si njeriu që edhe përmes veshjeve simbolizon diçka, përcjell një mesazh. Është kujdesur sot për veshjen? Duke qenë, kam një pyetje nga studio, duke qenë se ju njiheni për veshjet që ju identifikojnë. Ka një mesazh e kuqja që ju keni veshur sot? E kuqa, e bardha, simbolet të veç. E bardha. Life dhe drejta e jetës. Edhe mbrapa. Ka shumë significacion. Unë nuk jam asnjë parti, por duhet partinë që ka bërë mirë për Shqipërinë edhe po bën mirë për Shqipërinë. Normal, as nuk di, as nuk kam informacion çfarë bëhet, po jam i sigurt që njerëzit që më duan e kuptojnë që unë nuk jam me asnjë antar i asnjë partie, por du atë që ka bërë për vendin tim. Unë jam nacionalist të vdesin të varfër. Unë prandaj me vdekje varfër, du Shqipërinë më shumë se sa tana partitë. Me këtë mesazh të Frederikut, i cili sapo ushtroi të drejtën e tij të votës, do të mbyllim këtë lidhje për të vazhduar me lidhje të tjera me konkurrentë të tjerë të ferma VIP, të cilët do të drejtohen qendrave të tyre të votimit. Të falenderoj shumë.